Ta jemi gati me vazhdu me një bisedë të radhës, të cilën e kam paralemru edhe ma herë, do të flasim me dy nxënëse të dalluara nga shkolla profesionale Shtjefën Gjeqove, shkollë kjo që ofron drejtime të ndryshme, përfshi këto dhe drejtimin dizajn dhe mod, po ashtu edhe rrobaçepsi, nxënësit të cilët mendojnë që kanë një të ardhme më të prirë dhe më të ndritur, mund të arrijnë më tepër suksese, patjetër që shkojnë dhe kanë talent, pa e harru edhe këto, shkojnë në këtë shkollë profesionale. E ne do të flasim bashkë në studio me Aldina Ademen, që vjen nga klasa 11 nga kjo shkollë, dhe po ashtu Ela Tahiri, që është në klasën e 10 nga shkolla profesionale Shtjefën Gjeqove. Mirëmëngjes, mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjes. Është shumë kënaqësi që ju kemi këto. Po e filloj me ty, Aldin, çush po ju shkojnë këto ditë, edhe pse tash jeni në pushim, apo për momentin është kjo javë, një javë pushim, po sidoqoftë na trego pak pse ke zgjedhur këtë drejtim edhe çush ka shku deri tash këto 2 vjet. Unë kam edhe momin rrobaçepse. Edhe më ka pëlqyer gjithmonë si drejtim se kom po veten që muj me kriju me tesha, me bë eksperimente, ndryshimet e tjera. Edhe kom thënë pse mos më vazhdo që të ardhmë me punu me momin. Po mendoj hapat e parë të vetë që pas ke mësua atë, se ma merr mendja që ke ndajt edhe i ke ndihmu. Kom pas të momin krah. Po perfekt atëherë. Do thotë një është pak a shumë me mjetët e punës, qoftë nëse është një makinë e çipjes, qoftë pejt pak me i ditë, gjërat e tjera. Edhe më ka rrotë që me fillim me punu me momin. Dhe Era, ka diçka të tillë në familja, apo pse zgjodhe te këtë drejtim? Jo, nuk kam, po më ka pëlqyer prej kur jam qenë e vogël si profesion, edhe kom pas qejf që një ditë më bë dizajnere. Kur e ke menduar vetën si dizajnere, çka e ke menduar? Me fustana tepër të bukur, me kreacione tepër të mira, ç'është ka qenë? Ku mendu që një ditë ardhmën për me bë një biznes temen, një lokal, për me pas përfitime. Pra, e shë një të ardhme në Kosovë me këtë drejtim? Po, e shë në Kosovë, po ma mërmenja që mu edhe jashtë shtetit. Edhe mundësh, me arritë edhe pjesë tjera. Pse, që shëshëni jo dizajnatorët e tjerë kosovarë, se unë e di që janë tepër të famshëm, jo veç këto, po do të të kanë arritë me veshë edhe fytyra publike, kanë arritë nështë me dërgu një fustan në festivale, në tapet kush, në konferencat të ndryshme, kanë vesh Beyoncé, kanë vesh këngëtare tjera, fytyra publike. Që shëshëni pastaj dhe ju vetëm, kër shëshëni këtu postime, këtu të arritur atyre, a e mendoni që dhe ju do t'jeni një ditë atë? Po, pa tjetër që po, se është një drejtim shumë i mirë, edhe pse ju me kriju fustane të reja, modele të reja, edhe si për shjetë në Kosovë, këtu ka shumë dizajnator të ri, që po ka suksese. Po, qysh, në fillim kër e keni zgjedh jo këtë drejtim, a ka qenë ashtu qysh e keni mendu, apo doli pak ma e vështirë, doli pak ma e koklavitur, pat lanë ma tepër, pat lanë ma pak, qysh është? Për mendim të emin, është shumë a letë. Qysh e ku mendu, është shumë a letë, janë lanë shumë të leta, po tash në klasë 10 nuk kena praktik, klasë 11 dhe 12 kena me pas, se na vish një klasë 10 në të imësu veç bazat. Për shambull, çka bazat, me që nëson si jem në këtë drejtim, unë nuk marrë vesh asë se di cilat janë bazat. Mësujna për pambukën, për fibrat e pambukët, për tekstile, për bazat, senet ma të thjeshta, të shkutoni të avancu ma shumë rrëdhë dizajnet. Dhe në vitin e dytë, keni punë praktike. Do të të krejt ato që a i keni mësu, i vënë edhe në praktik. Qësh është bashkëpunimi me arsimtarët? Shumë i mirë, janë shumë qeta, të sjellshme, të kuptueshme, shumë letë me mësu. Janë gatshme me ndoa dhe ato përvojën e tëre, po besoj që me qenë edhe me ju ndihmu juve sa më shumë. Janë profesorët dhe arsimtarët e njëjtë edhe të drejtimë saj për këtë rrobaçepsisë? Po, në kom pas praktik, edhe në klasën e 10, fillim është mujtë e por kanë shku, se vish hapat e por me vazhdu se qysh më orientun makina, në patron, se dhe patroni është një pjesë e rëndësishme shumë të dizajni. Po e kom dëgju si term, edhe di që duhet me qene suksesshme edhe e mirë të patroni më njërë që me dalë. Patroni ma zërshme të tjerave, do të me konë shumë strikt, edhe faleminderit arsimtarët se na kanë ndihmu shumë për klasës 10, adin që ma avancu me fillim, edhe me kuptu mirë që me vazhdu.
me patron. Pastaj tek pjesa praktike ti po thu që e ke pas qysh prej klasës 10, aty çka a ka qenë edhe pse ju pas këtë mbajt pak praktik me prindë me çse ke pas të anën aty, po për të tjerët qysh është njohja për shembull me mjetët. Në fillim kanë ndodhur shumë zërshëm, se nuk e kanë menduar ç'është qysh është, po tani në momentin që profa gjithmonë kanë ai tofer edhe çka kena pas pengesa edhe mua, po ashtu edhe klasës tjetër, klasës tonë, edhe tani shumë lehtë ka shku. A ka numër të lartë të thotë të nxënësve të cilët janë të interesuar për këtë drejtim? Jemi 3 paralele, çdo klasë jemi ka 25 nxënësa. Do thotë është e kënaqshme, kështu si drejtim edhe si interes për me ardhur drejt këtyre drejtimeve dizajnit, po ashtu edhe drejtime tjera të cilat i ofron kjo shkollë profesionale. Pastaj ç'është bëhet mënyra e notimit? Nëse në klasën e 8 ju nuk keni, po besoj jeni ende te teoria, kurse në ju pas këtë pas me njëherë tek puna praktike, ç'është është notimi? Do të duhet me ndërtu diçka, me bu një punim në Zakonisht në klasën e 10 kena fillu fillimisht me veshje. Njerë kena fillu me disa joka të thjeshta, tani kemi fillu me fustonat të thjesht, me funda, edhe tani në klasën e 10 tash kemi fillu pak ma zër, edhe me pak ma komplikime punime, për shembull me pantolla, bluza. Pantollat janë ma të komplikume? Po. E çka është ma e thjeshta prej këtyre? Boza kërses, fundi, vish fundi thjesht, qëto janë ma të lehta. Disa prej punimeve ose kreacioneve të cilat i ka punu do të Aldina, ne i kemi nga mbrapa aty, nëse nuk prish punë, qoheme edhe ju tregojmë edhe publikut për me po. Hajde të shkojmë bashk, edhe të shkojmë këto kreacionet të cilat janë të krijuara nga Aldina në këtë rast, po hajde Ela, atër pantollat ta pas kanë qenë po tash i kompon klasën e 11. A mundem unë me i marrë edhe kështu me i tregu nga kamera, çka duhet me pas parasysh të këto, Aldin? Fillimisht duhet me ka patruni sakt, se në qoftë se nuk ka patruni sakt, nuk dolin as sakt as me centimetra, nuk do të as një centimetër me shku keq. Patroni përfshin matjet? Po, fletën, qesu material, tani e prejmë. Edhe momenti ku tani kur është patroni okej, marr materialin, e prejmë edhe tani do të kepjen me kohën rregull. E të qepja, ç'është po duket ty si proces, ç'është e vlerëson veten? Mirë. Mirë, a? Mirë shumë. Pastaj, këto punimet kur t'ju shohen arsimtarët, me këtu pak a shumë bazon edhe në njohurit në terme, në anën teorike, pastaj edhe në anën praktike. Sa mirë, dhe këto e kemi një? Edhe kjo është një fund, është me falta, edhe kjo është fundi thjesht me falta. Ka qenë e vështirë në zënjë këtyre faltave? Jo. Jo, s'është diçka. Jo, këto nuk i kom bo në shkollë, këto e kom bo vetë kështë. Vetë e ke bo. Edhe qysh po duken punimet, apo i paraqet aty në sallon në lokalin që e keni jo familjar, qysh po ndohet, çfarë mendime ka pas në ana për ty tash në këtë rast? Po ndihet krenare, normal. Apo, po i ndihmon edhe ma tepër? Po, normal. Edhe kjo është fundi thjesht, kjo është 8 pjesë. Kjo është me 8 pjesë, e shkon këtu me vija, është 8 pjesë. 4 ka përpora, 4 mbrapa, dhe është kështu fund të thjesht. Ka qenë si pjesë punimi i shkollës? Po, është në klasën e 10 këta. Në klasën e 10. Çfarë nota i ke pas deri tash, do të çfarë vlerësime ke pas nga profesorët? Shumë mirë. Shumë të mira, perfekt. Dhe kalujme edhe të diçka tjetër, po përqenë edhe shumë gjyra dhe në klasën e 10. Edhe këtu e kena bo edhe me ngrëpin ako 4 qika, edhe kena bo me pensa është. Me? Me pensa. Që i bjen? Që janë që të dyja. Aha, okej. është si zbukurim. Dhe këtu pra përshkuan Shtefën Gjeçove, e ka edhe emrin shkollës dhe paralelja për me e ditë se për cilën paralelja po bëhet fjalë, shumë të bukura dhe shumë kreative për materialet sigurohen nga shkolla, apo duhet i siguroni jo? Ka dhe në shkollë, për nëse dojna me bo edhe për veti ale, mujna me marë për vetit edhe me bo në shkollë, pse ju, me shu që me grupe më nda. Atëherë, perfekt dhe kjo fustani shumë edhe kjo është glëk, është saten, veror, për ndështë edhe për festat fund vitit, për ata që jenë të interesuar. Ty pëtu ma i tjesht, po unë diçka aksesori kom pa edhe në Zara, si vjetë. Një kreacion shumë i përafërt me disa preatërët cilat i kom pa, i thjesht po një material shumë i bukur me shkëlqem, pra një material saten, a ka dallon diçka punimet prej materialeve, që ka mundet me qenë ma i drejtë dhe ma e
si qaj fustan qatë modele ka, shkar material për shumë saten, liker, shumë ndryshme, shkojmë varet edhe klienti ashtë farë e kërkan. Ka raste kur ju ndoshta bëni praktik njëri me tjetrin që njëri tjetë klienti dhe tjetëri të jetë dizajnatori së rroba qepsi në këtë rast edhe me vlerësu edhe në ato që shkon komunikime me të tjerët me bashkëmoshatarët e juj. Zakonisht në shkollë mundojmë punime që kena mundojmë mundo edhe në grupe, po mundojmë edhe kështu vetë, edhe partitër normal që na vlerësojnë të shikna bo, edhe në zonësat edhe profesorishat. Po, që shësha vetën, ndërsta pas një vite, do të arish të kryosh diçka të tillë? Po, mësi edhe tash na ushtuhet edhe praktika në klasë 11, besoj që... Kur vjen fjala tek dizajni dhe moda, me qënë se këtu ju e kene edhe rroba qepsi, do të thotë që edhe te duhesh me përdor makinën e rroba qepsis, apo duhesh me ditë edhe atë? Po, duhet. E deri tash a ke pas mundësi me praktiku? Jo. Po, e kuptoj, po kështu veç Jo, nga ana vullnetare. nuk di qysh. Deri na klasën e 11 pastaj. Dhe deri më tani vlerësosh edhe në bazë të atyre punimeve cilat i vendosën flet. I ke rujt diçka ato cilat i ke pas? I kom rujt, po, edhe i kom rujt edhe që jem kone vogël. Që kom vizatu, i kam gjitha. Edhe në basë që atyne dhe më thonë anotojnë, edhe në basë teorisë. Po, qësh me ndoni, so ashtë të rëndësishme edhe për kroja cilën jo jep edhe familja dhe shoqëria rreth e ngushtë, se besoj aty ka më shumë të rëndësishme se qësh qëfar fjallë dhe qëfar vlerësimi merë, ndoshta edhe nga të tjerët, për ata të cilët për juve kanë rëndësi. Për menim të amin, për kroja familjes është shumë e rëndësishme. Dere tash kam përkro këtë drejtim që e ke zgjedhur? Dere tash po, më kam përkro dhe janë të ndishëm krenar me mu. Ju tash me qëse jeni edhe në shkollë profesionale, e kene edhe më të lehtë ndoshta hyrje në tregun e punës. A e sheni jo këtë rast do të thotë është më i qasshëm, a keni fillu me po ndoshta edhe konkurse të ndryshme cilat ofrohen punë, qoftë për dizajn, qoftë për praktik, rroba qepsi, gjithmonë me klasë të tjera, po dhe tash, unë në klasën e 12 me bë praktikën të një dizajnor jashtë shkollës. Në klasën e 11 edhe 10 e bojna në shkollë, ndërsa 12 do të me dalë të disa dizajnere të ndryshme, që do anë në fund vitit me konë me certifikat. Po, pastaj vlerësohen edhe nga dizajnatori ku e mbani jo praktikën. Po, ka në zonësat që mujnë vishe bojnë praktikën, po ka dhe që hinë me pages. Po. Edhe bojnë praktikën edhe hinë me pages me orar të shkurt. Po, për shkak se edhe puna praktike duhet njëtë edhe mundet me u pagu. Diri tash, cili është, ose cila dizajnatori është ma e pëlqyrë për ju në Kosovë, po flasë? Në Kosovë ka shumë, po për momentin që më pëlqen edhe menoj që më me vazhdu, manej edhe më shkajnë hapa sa është Dënika Loce. Dënika Loce, më pëlqen me kërsit e ndryshme dhe kreacionet cilat i bën me njerë aty për aty, edhe mund ka pëlqyme. Atë sa kom po në video, Dënika është mjaft e talentuar. Edhe është knacime bashkëpunu, besoj edhe me ta. Po për ty? Për menim të amin ka shumë, që për me më pëlqen shumë idejat të ty në kreativiteti, po ma shumë që më pëlqen fustanat është Aknesa Vuthaj. I kum po e kum përcjell në rrjetet sociale, më pëlqen primeti për fustanat e sojna. Edhe besoj që klasë 12 që kena me shku praktik me majt të një dizajnere jashtë shkollës, besoj që ka me shku të aja. Kënaqësi shumë e madhe besoj edhe për ju, po edhe për ato me mësu edhe me ja pak nga dituria, nga përvoja e tëre, me nda edhe me vajza të reja, djemë të rritë, cilët janë të interesuar me dalë në fushën e modës, edhe në një të ardhme të afër të jenë dizajnatorët një orë edhe në Kosovë, po pastaj edhe në botë krejt varët edhe në bazë të stilit që jo pastaj e kene, edhe e gjeni vetën ndoshta edhe të stilës të dizajnatorët të ndryshëm. Unë juroj shumë suksese në rrugtimin në mëtem, në raste kur kene kreacionet të tilla, mundin e pastaj edhe në emisionin e mëngjesit me ardhje, jemi të gatshëm patjetër me ofru edhe një mundësi me ndërtu edhe intervista dhe biseda tjera. Faleminderit shumë për kohën që keni ndarë me çem pjesë emisionit të mëngjesit. Kënaqësi edhe për mua.